Të nderuar përfaqësues të institucioneve të Kosovës, të dashur ushtarak, oficer dhe nën-oficer. Sot, në këtë ditë të veçantë tuajën dhe më të rëndësishmen për forcën e Republikës së Kosovës, kam nderin dhe kënaqësinë e veçantë që në cilësinë e ushtrueses së detyrës së Presidentës së Republikës t'ju drejtohem juve që jeni sinonimi shtetësisë, mbrojtjes së sovranitetit dhe paprekshmërisë së territorit të Republikës sonë. Ushtria e Kosovës është ndërtuar mbi themelet e sakrificës historike të popullit shqiptar. Ajo është jetësuar mbi trashëgiminë e rezistencës së armatosur, mbi sakrificën sublime të komandantit Adem Jashari e të familjes Jashari, por është rritur e zhvilluar mbi vizionin tuaj për ushtri moderne, që është e zonja profesionalisht e taktikisht t'i dalë zot atë dheut në çdo kohë. Sot ajo përshndrohet në një ushtri moderne, falë ngulësisë dhe sakrificës së vajzave e djemve tanë, por edhe falë miqësisë së përhershme e të përhershme me aleatët tanë perëndimor, para së gjithash me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, rrënjët e një aleance të hershme të së cilës i ripërtriu presidenti ynë historik, Dr. Ibrahim Rugova. Të dashur ushtarak, uniforma ushtarake është ndërjetësore e shumë të rinjve dhe nderi më i madh që mund të ndjejnë të gjithë ata që synim jetësor e kanë shërbimin ndaj atë dheut. Sot ushtria e Kosovës është simbol i këtij shërbimi e i kësaj krenarie. Ju duhet jeni krenar që jeni pjesë e një formacioni ushtarak i cili ka një mision të shenjtë, mbrojtjen e integritetit territorial dhe sigurisë së qytetarëve të Republikës. Ne si vend dhe si kombë asnjëherë nuk kemi pasur synime pushtuese. Qëllimi dhe misioni vetëm i yni ka qenë dhe mbetet mbrojtja e dheut tonë. Andaj do të punojmë pa rreshtur që të bëjmë realitet Kosovën që e duam të gjithë, vend të sigurt, të zhvilluar ekonomikisht, të integruar në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Të dashur pjesëtar të forcave të armatosura, forca jonë është sinonim i shtetësisë dhe jetësim i vizionit të ideatorëve të shtetit të Kosovës. Ajo pasqyron shpirtin ton liridashës, por të vendosur. Vajzat dhe djemt tanë në uniform janë të shkolluar dhe të përgatitur profesionalisht, të stërvitur me standardet më të larta të NATO-s dhe të gatshëm për misione brenda vendit, por edhe jashtë vendit, në partneritet me aleatët tanë perëndimor. FSK-ja do t'jetë kontribues i paqes dhe i sigurisë, duke marrë pjesë në operacionet e mbështetjes së paqes, kudo nëpër botë. Ajo ka ngritur kapacitetet të theksuara profesionale dhe është e gatshme që të kryej jo vetëm operacione të deminimit, të kërkim shpëtimit, të kontrollit të menaxhimit të kemikateve, por edhe misione shumë të mëdha e më të rëndësishme. Oficerët dhe nën-oficerët e rinj të FSK-s, të cilët po shkollohen nëpër akademitë më të njohura ushtarake në botë, siç janë West Point në SBA dhe Sandhurst në Angli, po tregojnë rezultate kulminante, po e dëshmojnë këtë vullnet e këtë gatishmëri. Ata janë pasqyra më e mirë e vendit tonë, e krenaria jonë më e madhe, janë nderi i Republikës së Kosovës. Prandaj jam e lumtur të theksoj gatishmërinë tuaj e tonën, që në partneritet të ngushtë me aleatët tanë, ta zgjermojmë misionin tonë, duke u shndruar në garantor paqeje për vendin tonë e në krijues e ruajtës paqeje jashtë. Në këtë ditë të veçantë prandaj, nuk mund të mos shprehim falënderimin tonë për aleatët tanë. Para së gjithash, forcave të NATO-s, ushtrive të vendeve mike, të cilat po kujdesen çdo ditë që forcat tona të armatosura të zhvillohen edhe më tej dhe transformohen shkallshëm në forcë ushtarake profesionale dhe ndërvepruese me forcat e NATO-s. Ne jemi të gatshëm që këtë partneritet strategjik ta forcojmë e ta thellojmë edhe më tej. Prandaj antarësimi i Kosovës në NATO mbetet objektiv strategjik i Republikës sonë, për të cilin do të angazhohemi me gjithë potencialin tonë. Të dashur ushtarak, Kosova si vjet shënoi 21 vjetorin e lirisë dhe 12 vjetorin e pavarësisë. Në këtë përvjetor, ne e rikujtuam rrugën tonë, por edhe lavdin tonë. E rikujtuam sakrificën tonë për liri dhe çmimin e paguar. Por e rikujtuam po kështu qëndresën tonë, vizionin tonë dhe vlerat që na bashkojnë. Sikur e kemi theksuar edhe më herët në përvjetorët e çlirimit e të pavarësisë,
askush më mirë se populli I Kosovës nuk e kupton në thelb rëndësinë e të jetuarit në një vend të lirë dhe të sigurt, ku garantohen liritë politike dhe qytetare për të gjithë pa dallim. Këtë synim do të arrijmë së bashku, por duhet përkushtim dhe mbështetje institucionale. Buxheti I FSK-s duhet të jetë I paprekshëm. Kosova ka dhe duhet të sigurojë mjete të mjaftueshme për të siguruar që transformimi I FSK-s të ndodhë madje edhe më herët se parashikimet e planifikuara. Republika e Kosovës duhet që shumë shpejt të bëhet eksportuesi I sigurisë jashtë territorit tonë në misione paqbërëse e paqruajtëse të aleatëve tonë. Në mënyrë që ky tranzicion të përfundojë, duhet mbështetje buxhetore e mbështetje institucionale për forcën tonë. Prandaj ju garantoj se mbështetjen time si komandante supreme në cilësinë e ushtruesës së detyrës së presidentes do ta keni përherë dhe në këtë drejtim, si dhe në çdo përpjekje e veprim tuajin drejt forcimit të kësaj shtylle aq të rëndësishme të shtetit tonë, do të jemi bashkë. Urime Dita e Forcës. Zoti I bekoft forcat tona dhe Kosovën tonë. Nderime atë dhehut.